Nëse hani bukë të zezë, urgjent duhet ta dëgjoni këtë para se të jetë vonë për ju. Që buka është pjesë e rëndësishme e jetës sonë, kjo është e ditur tashmë, por ajo që na mundon shpesh është të zgjellim llojin e duhur të bukës që ekziston, për të marrë përfitime në organizëm dhe për të evituar kështu edhe komplikacionet që i kanosen atij. Ekspertët rendisin arsyet pse duhet të shtoni bukën e zezë në dietën tuaj. Cila është më e shëndetshmja, buka e zezë apo buka e bardhë? Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Por le të hedhim një sy te buka e zezë. Cilat janë arsyet kryesore pse duhet të zgjidhni këtë lloj të bukës dhe cilat janë përfitimet kryesore në shëndet? Buka e zezë përmban shumë fibër, vitaminë B6, gjithashtu vitaminën E, magnez, hekur, zink dhe acidin folik. Gjithashtu buka e zezë është e duhura për të gjithë ata persona të cilët do vuajnë nga diabeti tipi 2 dhe ndihmon gjithashtu gjendjen me konstipacionin. Nëse doni të keni një dietë të balancuar dhe të humbisni më lehtë kilogramët e tepërt, atëherë buka e zezë nuk duhet të mungojë asnjësi në vaktet tuaja ditore. Kështu, ajo do të kthehet në një rëndësi të veçantë ushqyese në mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të saj. Buka është një produkt i zakonshëm që sipas raportit global të industrisë së bukës, vazhdon të mbajë vendin numër 1 në listën e ushqimeve më të konsumuara, citon Healthline. Ajo daton që në kohët e Egjiptit të lashtë duke u kthyer në një nga produktet më të vjetra sa i përket kultura dhe historisë së kuzhinës. Edhe pse llojet e bukës nga të cilat mund të përzgjidhni janë të shumta, ajo që hasni më shpesh janë buka e bardhë dhe buka e zezë. Sigurisht që të dyja përgatiten nga gruri, por ka disa ndryshime thelbësore që lidhen kështu edhe me vlera shëndetësore të tyre, duke e renditur bukën si një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese në dobi të organizmit. Në bashkëpunim me ekspertët, kemi renditur disa arsye kryesore pse duhet të konsumoni bukën në dietën tuaj dhe cilat janë përfitimet kryesore që do t'i ofroni shëndetit nga konsumi i saj në mënyrë të rregullt. Gjithçka lidhet gjithashtu me përpunimin e miellit. Ka ndryshime kryesore në miellin e llojeve të ndryshme të bukës, kryesisht në miellin e bukës së bardhë dhe bukës së zezë, duke renditur arsyet kryesore pse duhet të përzgjidhni gjithmonë këtë të dytën. Mielli i të dyjave mund të arrihet gjithashtu që të ketë ndryshimet kryesore. Ekspertët thonë se buka e zezë është dhe mund të ofrojë element të pasur të fibrës, të cilat janë prebiotik, pra ndihmon në shëndetin më të mirë të zorës suaj dhe gjithashtu do të ofrojë një tretje më të mirë efektive në balancimin e vlerave të organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ndaj shtimi i bukës së zezë do ju ndihmojë edhe në balancim më të mirë të shëndetit. Sipas një studimi të publikuar në revistën mjekësore britanike, rezulton se buka e zezë është e duhura për të gjithë ata persona të cilët vuajnë nga diabeti tipi 2. Kjo falë faktit të indeksit të glicemisë të dyja llojet e bukës, por buka e zezë është më e ulët dhe kështu sheqeri nuk do të ketë luhatje të theksuara njësoj si te buka e bardhë. Ekspertët nga Cleveland Clinic pohojnë se karbohidratet komplekse që gjenden te buka e zezë do të stimulojnë gjithashtu edhe prodhimin e serotoninës, që do të përmirësojë nivelet tuaja të humorit dhe do të parandalojë gjithashtu stresin dhe luhatjet emocionale. Kjo lloj bukës ndihmon edhe kundër shfaqjes së problemeve të zorës së trashë. Duke qenë një produkt fantastik, ajo mund të përmirësojë shëndetin tuaj tretës dhe të parandalojë edhe komplikacionet e tij. Ekspertët thonë se lloji i bukës ka rëndësi shumë të madhe edhe për shkak të problemeve tuaja që mund të keni. Por më tepër, kjo bukë ndihmon edhe të keni një lëkurë më të shëndetshme dhe më të fuqishme, kështu do të keni më pak probleme që i kanosen shëndetit tuaj të lëkurës. Buka e zezë është e pasur me nivele shumë të mira të vitaminës B, shumë proteinë dhe përbërës të tjerë që ndihmojnë në mbrojtjen e strukturave të qelizave të reja të flokut tuaj dhe parandalimin e rënies së tij. Nëse doni që të humbisni kilogramët e tepërt ose të ndjeheni të ngopur për më gjatë, atëherë
Duhet të shtoni bukën e zezë në dietën tuaj, e cila do t'ju ruajë më shumë energji dhe do ju mbajë të ngopur për më gjatë. Ekspertët thonë se, nëse nuk jeni të saktë për sasinë që duhet të konsumoni, duhet të reduktoni gjithashtu karbohidratet e tjera në dietën tuaj dhe të bazoheni më shumë te buka e zezë. Kështu përfitimet që do të merrni prej saj do të jenë fantastike. Mjafton që ju të konsumoni të paktën 2 feta bukë të zezë çdo ditë. Kështu vlerat e saj në organizmin tuaj do të jenë të plota dhe të fuqishme. Shtimi i bukës së zezë dhe gjithashtu evidentimi i vlerave të saj në organizëm do të jetë i menjëhershëm. Kështu ndikimet që ajo do të ofrojë në mbrojtjen e shëndetit do të bëjnë gjithashtu ndryshime të rëndësishme në mbrojtjen e organizmit edhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Buka mund të jetë një nga produktet më të zakonshme dhe ekspertët këshillojnë në konsumin e saj gjithmonë në moderimin e duhur. Kështu ndikimet që do të merrni në organizëm do të jenë të fuqishme, të menjëhershme dhe do të parandaloni edhe komplikacionet që ju kanosen. Edhe pse llojet e bukës mund të jenë të ndryshme, ekspertët këshillojnë llojin e bukës së zezë si një përzgjedhje fantastike me vlera të çmuara për organizmin dhe në parandalimin e komplikacioneve të tij. Nëse doni të merrni përfitimet që organizmi juaj merr nga konsumi i bukës së zezë, atëherë duhet ta shtoni si duhet në dietën tuaj. Ndikimi që do të keni do të jetë i menjëhershëm dhe gjithashtu vlerat që do të merrni do të jenë të fuqishme. Ekspertët thonë se shtimi i bukës së zezë në dietën tuaj do të ofrojë edhe vlera më të mira për sistemin tuaj tretës. Duke patur një tretje më të shëndetshme dhe më pak probleme që i kanosen asaj, buka do të kthehet gjithashtu në një nga elementët më të fuqishëm ushqyes në menaxhimin e këtyre komplikacioneve dhe parandalimin e problemeve të tij. Shtimi i bukës sipas Cleveland Clinic duhet të bëhet në mënyrë të kontrollueshme dhe gjithashtu pa e tepruar me sasinë. Buka e zezë realizohet gjithashtu edhe përmes miellit të thekrës. Këto fibra njihen gjithashtu si fibra të cilat përmirësojnë thithjen e ushqimeve dhe balancojnë traktin tuaj tretës. Për më tepër, buka e thekrës do të ndihmojë gjithashtu edhe në largimin e substancave toksike të dëmshme në organizmin tuaj, duke u ofruar një mbrojtje më të mirë efektive në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Por më tepër, buka e thekrës duke u shtuar në dietën tuaj në mënyrë të rregullt dhe brenda sasive të rekomanduara, do të ofrojë një tretje më efektive dhe më pak probleme me konstipacionin. Buka e zezë është aq e mirë sa që mund të përmbajë vetëm pak kalori krahasuar gjithashtu me bukën e bardhë. Ajo do të ofrojë një ngopje më të shpejtë dhe do të evitojë gjithashtu edhe problemet e mbipeshës. Buka e thekrës përmban më shumë aminoacide dhe vitamina esenciale, shumë të rëndësishme këto për aktivitetet tuaja ditore dhe parandalimin e komplikacioneve. Thekra mund të ndryshojë edhe gjendjen tuaj tretëse, duke ofruar një rezistencë më të mirë kundër bakterieve të dëmshme dhe duke parandaluar komplikacionet e tij. Shtimi i bukës së thekrës në menunët tuaj ditore do të përkthehet në një mbrojtje më të mirë të shëndetit dhe më pak komplikacione në organizëm. Buka e thekrës është efektive gjithashtu kundër problemeve të zorrës së trashë dhe gjithashtu anemisë dhe problemeve që sjell shtatzania. Buka e thekrës është e pasur me mikronutrient, si magnezi, hekuri, gjithashtu dhe elementë të tjerë, që do të stimulojnë qelizat dhe do të formojnë gjithashtu një mbrojtje më të mirë edhe për fetusin tek nëna shtatzana. Ekspertët thonë se buka e zezë është një përzgjedhje shumë e mirë edhe për nivelet e humbura të hemoglobinës. Ato kanë efekte parandaluese edhe ndaj sëmundjeve të rënda. Me konsumin e rregullt të bukës së thekrës, risku i problemeve të ndryshme mund të zvogëlohet ndjeshëm. Nëse e shtoni ato si duhet dhe brenda sasive të rekomanduara, përgatituni të merrni edhe rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit dhe një zemër të shëndetshme. Studimet tregojnë se konsumi i bukës së thekrës në dietën tuaj ditore mund të zvogëlojë riskun e problemeve të shëndetit tuaj kardiovaskular. Shtimi i bukës brenda raporteve të duhura mund të cilësohet si një përzgjedhje mjaft e mirë ushqyese në dobi të organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Vetëm siguroni ta konsumoni me moderim dhe pa e tepruar në organizmin tuaj
për të marrë vlerat pozitive të saj në shëndet. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.